Pini një gotë nga kjo çdo ditë dhe I thoni lamtumir këtyre problemeve. Mëlçia juaj dhe zorët do të heqin qafe toksinat më lehtë. Uji me rusht të thatë është duke u rekomanduar nga mjekët për pastrimin e mëlçisë dhe zorëve për një kohë të gjatë. Antioksidantët ndihmojnë në punën tonë të mëlçisë në mënyrën e duhur dhe kryejnë plotësisht funksionin e saj detoksifikues, ndërsa fibrat shtojnë pjesën më të madhe të elementëve ushqyes dhe rrisin numrin e qelizave të zorëve, duke ndihmuar në pastrimin e zorës së trashë dhe të zorëve. Konsumi I ujit të rrushit në mëngjes ju mbush me energji për ditën e ardhshme, pasi mund të provoni të merrni atë përpara stërvitjes së fuqishme, kjo mendohet nga shkencëtarët dhe ekspertët e sportit. Niveli juaj I kolesterolit të keq do të ulet dhe presioni I gjakut do të stabilizohet. Studimet dhe ulëntimet klinike kanë treguar se rrushi I thatë është shumë I pasur me fibër, kalium dhe antioksidant në krahasim me ushqime të tjera të zakonshme. Prandaj mos nguroni ta konsumoni.